Unë ta thash, për fat keq, doktor Berisha është një mumje politike të kështu ka kthyer dhe opozitën, të partinë demokratike. Dhe ajo që ndodh në këtë proces. Problemi është siç e thatë ju vetë, ju nuk e keni për fatin tuaj të mirë, po dhe të keq, se ndonjëherë betejë me veten është më e fortë se betejë me kundërshtarin. Ju e keni betejën me veten tuaj. Nuk është problemi që të bini shumica e shqiptarëve. Tu është problemi që ju keni vënë një objektiv madhor, historik, dhe me sa duket, siç janë punët sot, dhe të realizueshëm, për shkak të rrethanave të jashtme. Patjetër, po edhe për shkak të rrethanave të jashtme. Që kombinohen të dyja për fat janë puqur. Ne na ka munguar fati. Tani kemi fatin me vete. Le të shpresojmë që kjo do zgjat. 2030 mund të jetë apo ndoshta edhe më herët se 2030 ndoshta. 2027 është momenti kur ne të mbyllim negociatat. Por sipas vetë komisionit edhe 2028 ndoshta edhe 2029, pra para 2030, po 2030 duket afati i arritshëm. Pra integrimi plot në Bashkimin Evropian. Tani po bëja do një sjarim do të bëja që thatë që e keni luftën me vetë. Nuk është e vërtetë. Ne në garën e 11 majit nuk garojmë me një parti tjetër të majt. Aty do ishte problemi jonë, që do ndaheshin prapë dy parti. Ne garojmë me opozitën e cila është... Jo, me thënë vërtetën, keni parti të reja të majta, keni marksist-leninistë vërtet që i keni përballë sot. Kur të kryohen si struktura... I keni 2023 një futën në këshillin bashkiak të Tiranës, ndoshta do t'i keni edhe në parlament nesër. Ka zëra që mund t'jenë edhe më ekstrem se sa Partia Socialiste. Po ju s'jeni fare të majtë më kur të strukturohet. Jo, ne me majtë e qendrës. Po tusit i keni të majtë, po kështu vetë pastaj, nese mos i futemi kësaj, se pastaj futemi në slang mediatik. Por ajo që doja thoja, ju keni vënë objektivin e integrimit në Bashkimin Evropian. Në 2021-shin parulla kryesore elektorale me drejt ishte reforma në drejtësi. Po. Apo jo, nëse unë s'gaboj, pra reforma në drejtësi dhe transformimi. Dhe ja dolëm, e bëm. Po. Me produktet e saj për të diskutuar. Edhe me kostot, jo, për të diskutojnë, po edhe me kostot, pra keni paguar kostot dhe vetë. Me produktet që njerëzit i besojnë. Që i besojnë. Tani, ajo që thot Petro Koçi, ka atë paradoksin, sepse ju mbani reformën në drejtësi suksesit më të madh të këtij mandati, të tretë, dhe Petro Koçi thot, "Okej, tani thot kur shkoni te ky mandati i katërt, të paktën fusni deputet cilët nuk kanë më punë me spakun." Pra kanë emra që nuk kanë punë me spakun. Ndërkohë, përgjigja deri tani, do të shikojmë listën, po ju si themi numri 2 i Partisë Socialiste jeni më brendisë se të gjithë tjerët, pasi keni qenë në të gjitha takimet që zoti Rama ka mbajtur me përfaqësuesit e qarqe, nëse unë s'gaboj. Pra, ju duhet na thoni neve si përfaqësues të opinionit publik, edhe kamerave dhe publikut, që okej, reforma në drejtësi ka si edhe një rezultat, që u duk si kosto, por që është kosto pozitive, sepse ne në zgjedhjet e vitit 2025 do futemi me një listë thuajse të pastruar nga çdo lloj emri që sot ka probleme me SPAK. Tani, për sa i përket reformës në drejtësi, ky është një ndarje e madhe, pra në asnjë rast mos nuk e themi, nuk e mendojmë, as nuk e pranojnë qytetarët dhe po ta themi ne kemi një kontroll mbi reformën në drejtësi. Pra, ne garat, dhe shumë mirë tha Mixhozi, garat gjithmonë janë një lloj filtri, janë një lloj katarsi. Pra, element cilët kanë abuzuar, janë abuziv në sytë e njerëz, në sytë e publikut, padyshim nuk marrin votën e publikut. Dhe është vetë procesi zgjedhor. Pra një drejtues politik apo një drejtues strukture e ka pothuajse nuk është logjikshme që të zgjedhë njerëz cilët krijojnë impakt negativ në opinion publik. Pra, por ama që të themi që ne do marrim tani dhe të japim 100% le temi garancin që ata që do dalin nesër nuk do jetojnë, po Jo. Shiko, unë nuk do të përmend emra. Ne nuk e në 11 maj 2025 raportin me drejtësinë e re. Unë nuk do të përmend emra sepse për fat keq Shqipëria është një vend shumë i vogël dhe ne kemi të gjithë miqë, shok, majtas dhe djathtas. Po ju keni sot deputet cilëve u kërkohet imuniteti. Keni sot deputet cilët janë të pandehur. Pra nuk po flasim për ato që dalin nesër, ato që dalin nesër është tjetër. Po këto që janë sot. Pra, do jenë këta emra sërisht... Diskutimi... Sepse në fund fare vendimi është politik, apo jo? Po pra, i vetëmi... Fund fare do tjetë kërësia e partisë që do vendosi listë. I vetëmi diskutim që ne kemi në raport me drejtësinë e re është ajo, do më thëmë, parimi i madh i pafajësisë. Përsa kohë që nuk janë të dënuar, askujt nuk i pengohet e drejta për të kandiduar, për të qenë pjesë e listës, pra duke thënë atë që kemi thënë shumë shpesh, pra vullneti i kësaj force politike bërë që të ketë ligjin e kriminalizimit. Pra, ne sot, kush do të kandidoj nesër, do duhet plotësoj një formular e cili është përsëri një formular vetë kriminalizimit. Dhe ne që kemi bërë disa herë, e ribëjmë prap atë, dhe të rinë që hynë, e ribëjnë
deklarimin e pasërtisë tyre të figurës. Pra, kjo politik ka kohë që funksionon, tani gjatë rrugës se dalin problematikat caktuara. Patjetër, në rregull, nuk po flasim për ato që dalin më pas. Apo treja. Po flas për ato që janë. Sot janë disa çështje, sot janë disa çështje dhe me thonë kemi asnjë mbrojtje për këto. Jo, sot janë disa çështje të hapura dhe janë disa persona, disa deputet cilët sot shkojnë tek dera e Spakut, ajo rrugica qore, nga pas ku shkojnë për të pyetur. Fakti që shkojnë aty s'do të thotë që janë fajtor. Po janë panderë, më. Po nuk janë fajtor. Kur të shpallën fajtor nga gjykata, do të kemi një vendim të fundit. Pra këta nuk përjashtohen nga mundësia rikandidimin. Mund flasë për parimin. Dhe parimi është përcakoj që nuk kanë një vendim të fundëm gjykata dënimi tyre, padyshim ata i kanë gjithë drejta si çdo qytetar i Republikës Shqipërisë, që ka mbushur moshën 18, është banuesi kësaj Republike dhe mund të kandidojë, mund të nuk ka një filtr që thotë, meqense ka një çështje të hapur dikush, jo, unë them ta vendosni ju këtë, ato e vendosni ju këtë filtr. Kush firmos? Se kjo nuk është e logjikshme, pra çfarë do të thotë? Se kush firmos është në gjykim. Ti thua, unë kam patur arritjen time të madhe, reformën drejtësi dhe ka thënë zoti Rama do ta paguajmë edhe vetë të kosto. Mjafton që këtë vend të ngrejmë një drejtësi që është e pavarur. Patjetër. Atëherë normalisht çfarë mesazhi jep ti njerëzve kur ti kandidon njerëz që kanë një problem sot të hapur, nuk po them të mbyllur, po të hapur me drejtësi. Unë nuk po them as po as jo. Unë po them parimin. Dhe parimi është parimi jemi dakord gjithë. Për sa kohë, po flasim për përfaqësimin politik për të votuar dhe për të votuar nuk mund të ketë një kufizim ekstra që ta realizojë këtë, sepse thash, ju thoni numrat të nuar, pra e kemi bërë disa herë këtë debat, se sa janë njerëz që kanë firmosur. Me mira janë njerëz që kanë firmosur. Kanë firmosur reforma, koncesione, tendera, politika caktuara, veprime administrative, dhe të gjithë janë në gjykim. Të gjithë gjykohen, qoftë nga kontrolli brendshëm, qoftë nga antikorrupsioni, kontrolli i lartë i shtetit, nga organet e drejtësisë, nga prokuroritë e rrethave, nga prokuroria e përgjithshme, nga prokuroria e Spakut. Pra të gjithë janë në tim. Që nuk mund të thosh, meqense ti ke një çështje që po gjykohet, ti nuk kandidon. Jo, mëse ai mund dalë dhe i pafajsh. Është në tim po deriva. Pra, parim nuk mund të ketë. Jo, parim nuk mund të ketë. Parimimi i pafajësisë është një gjë tjetër. Pa mesazhi që jep ti që mund ta them parimin tani? Po. Siç mendoj unë se duhet të jetë paktën që ajo që thotë zoti Klosi qëndron në teori, nuk ke që heq asgjë. Jo, në praktika është prezumimi i pafajësisë. Njeriu është i pafajshëm derisa dënohet. Madje me vendim formës prerë. Pra jo të shkallë parë, por deri në gjykatë lartë. Dytë edhe në vijim pastaj, nëse shkon të lartën ose në Strasburg. Tani ideja është këtu vetë Sokol që kjo është partia më e madhe e Shqipërisë. Është partia që ka pushtetin për 12 vitesh. Është partia që i njeh të gjitha zyrat e këtij shteti. I njeh të gjitha procedurat që kanë kaluar në këtë shtet. Unë jam i bindur që Rama ndodhet në atë që quhet tavolina e butonave, ku është çdo kryetar qeverie dhe çdo kryetar maxorance. Pra ka edhe burime informacioni legale, edhe ato që janë të mbyllura dhe që janë të shërbimeve etj. Pra, dhe këtu unë ndahem me Klosin atë që vërtet prezumimi i pafajësisë teorikisht i kap të gjithë. Por prezumimi i pafajësisë Sokol nuk do të jetë një varg që të gjithë këta do t'i nxjerrë në anën tjetër të lumit. Sepse ka të prezumuar të pafajshëm, të cilët kanë një akuzë të lehtë, të fryrë, të sajuar, ose që nuk ka shumë kosto rrugës dhe momenti peshimit kandidaturave duhet ta ketë edhe këtë element brenda. Dhe ka të tjerë pastaj, të cilët në atë bursën e plus minuseve, ty vërtet sot të sjellin disa vota. Po nesër kur të shohësh faqet e para të gazetave dhe një 30 studio televizive që nuk pushojnë një javë, atë mandatin që të kanë dhënë ta nxjerrin përhundësh. Pra, kjo parti që sot ka një dekadë kusur në pushtet, mendoj unë, në procesin e vlerësimit kandidaturave, ashtu siç merr ata djemt dhe vajzat me notat mira dhe me shumë gjuhë huaja që si njeh askush, si moment pastrimi dhe mirë bën deri diku, megjithëse janë krejt panjohur dhe s'dihet se ç'do të sjellin, ashtu duhet të jetë në gjendje që edhe këta që kanë bërë një copë rrugë me këtë forcë politike dhe me këtë qeverisje, të jetë në gjendje të ndaj. Pa ju jeni dakord me idenë që me propozimin e hidhur të Petrokoçit që këta që janë në thojza lista e Spakut, këta Spaku
nuk duhet të angazhoheshin në këtë listë kandidatësh? Lutem, unë nuk jam dakord që a priori lista e SPAK-ut të jetë skuadra pushkatimit me vdekje, por nga ana tjetër, lutem, nga ana tjetër, unë them, po, Petro Koçi ka kërkuar një këtë lloj mase që për sa kohë që ti je aty, unë për arsye preventive ty nuk të fus. Unë të thojë të jetë një politikë pak më selektive, por që të jetë një selektimi vërtet. Mos të jetë një raje shpatullash futu ti se të kam shok. Ka që nuk është vetëm SPAK-u. Këtu ka edhe nivellet tjera që luftojnë korupcion ose veprimet e gabuar administrativ. Ne kemi drejtori në Ministritë të Drejtësisë, ka qenë, pak nëse e di unë dhe besoj aty është, antikorupcion. Pra që kur gjen veprimet gabuara nga një drejtor apo nga një drejtor tjetër, e qonë kërkesën në institucionet përkatëse dhe shkarkohet nga detyra. Pra, por kur kemi dhe temi një gjykim për veprën e tjetër, mos të jetë vepër penale dhe të jetë vepër që gjykohet nga, pra ai drejtor apo ai le të themi zyrtar i lartë, shkarkohet nga detyra. Qose gjehet me veprime dhe padyshim, qose ka vepra cilat janë në nivelet që ju thoni, është histori tjetër dhe këtu nuk është vetëm SPAK-u. Po këtu janë, si që ta dy shërbimi informativ, institucionet e brëndshme të... Na, të klasën për tradhti kombëtare pasaj, aty është tjetër. Pra ne po them që parimi është parim, po të marrë një shembull. Parimi është parim, analiza është analizë. Shikoj, zoti Kosi, ne mund të jemi shumë të avancuar në presionin pozitiv që ju bëjmë me pyetjet tona dhe me temi. Jo, po s'ka probleme. Jo, e di pse jemi të avancuar, sepse çfarë i kërkojmë doktorit? Doktori është i pandehur për vete. Pra, me Berishën është një shenjë që... Të gjithë kryetarët e koalicionit janë ose në burg ose të pandehur. Aty s'kemi çati kërkojmë, sepse s'mund të kërkojmë atij se është i pandehur për vete. S'mund të kërkojmë zotit Meta se është në burg. S'mund të kërkojmë zotit Media apo ne. Por, se s'ja bëni këtë kërkesë doktorit, duhet ja bëni funksionarëve të lartë të Partisë Demokratike që janë qytetarë, më nuk është se kanë tani pse nuk do të je duke kritikuar derën e gabuar, ti e di. Por ajo pse ju a bëjmë juve? Ju a bëjmë juve, ju a bëjmë juve, ju a bëjmë juve, dhe primaret, ju a bëjmë leça primare. Jo, dhe primaret